Përshëndetje të dashur miq dhe mirë se keni ardhur në You Can Cook It. Unë jam Elona. Sot ju kam sjell recetën tradicionale të sheqerpares shqiptare. Sheqerparja jon bëhet thjesht me të verdha veze dhe me gjalp dhe asgjë tjetër. Mund t'ju them me plot gojën që nëse do të provoni këtë lloj sheqerpareje, të tjerat nuk do t'i quani më sheqerpare. Receta origjinale është me 10 të verdha veze dhe 1 kilogram gjalp dhe bëhet një tepsi e madhe furre. Unë gjithmonë kam përdorur gjysmat e këtyre përmasave, pra 5 të verdha veze dhe 500 gram gjalp. Le të fillojmë nga puna. Si fillim do të përgatisim sherbetin. Sherbetin të dashur miq e kam përgatitur me 500 gram sheqer dhe 350 ml ujë. E trazojmë pak që grincat e sheqerit të shkrihen në ujë dhe lëm të ziejë. Pasi ka marrë val për 3-4 minuta, i shtojmë pak limon tos që mos na sheqeroset dhe e heqim nga zjarri. E lëm mënjan që të ftohet, sepse ëmbëlsira do të jetë e nxehtë dhe sherbeti do të jetë i ftohtë. Tani le të përgatisim brumin. Nëse do të bëni një tepsi furre të madhe me kulaçka si kjo që keni në video, 5 të verdha veze dhe 1 vezë të plot, plus 500 gram gjalp në temperaturë ambienti, gjalp që është i butë. Pasi i kemi rrahur të verdhat e vezëve mirë, i shtojmë gjalpin e zbutur dhe e rrahim sërish derisa të bëhet një masë kompakte ku të verdhat e vezëve mos të duken hiç në gjalp. Këtë proces mund ta bëni edhe me mikser. Aty do të fillojmë ta përziejmë me dorë, duke e punuar dhe formuar një brum të butë. Miell do të shtojmë derisa masa të na dalë vetë nga dora, pra të na shkëputet dhe të jetë i punueshëm. I japim formë siç duket në video me pëllëmbën e dorës dhe i rreshtojmë në tepsinë e furrës. Në tepsinë e furrës nuk i lëm me shumë hapësirë midis njëra tjetrës, pasi është një ëmbëlsirë e cila nuk do të vijë, pra nuk ka një brum me fryrës për ëmbëlsira, pra me sodë. Është një ëmbëlsirë e cila nuk do të fryhet hiç. Dhe sa më ngjitur me njëra tjetrën, ato përsëri formën do ta ruajnë. Pasi i kemi mbaruar të gjitha, i zbukurojmë me pirun përsipër ose sipas dëshirës. I pjekim në furrë me 200 gradë për 30 minuta, por keni parasysh që çdo furrë është ndryshe. Mund ta piqni dhe me temperaturën që piqni zakonisht kekun, por gjithmonë duke kontrolluar që mos na ndërrojë ngjyrë. Pasi i nxjerrim nga furra, i lëm të pushojnë 5 minuta që t'ju ikë ajo nxehtësia e tepërt dhe i shtojmë sherbetin e ftohtë. Mos mendoni se sherbeti është i tepërt, hidhja në të gjithën, ato në fillim do të duket sikur notojnë në të, por për gjysmore ose maksimumi 1 orë, të gjithë sherbetin do ta ketë pirë. Në këtë pikë të dashur miq, unë po kaloj në pamjet e reja. Pra, pena që shikoni në video është 26 cm dhe unë kësaj radhe kam vendosur ta bëj si në formë baklavaje. Për 3 të verdha veze dhe 1 vezë të plot kam përdorur 250 gram gjalp dhe pasi i kam rrahur mirë me mikser të dyja bashk, kam filluar t'i shtoj miellin. Miellin ja shtojmë avash dhe e trazojmë me lugë, nuk e fusim dorën për një herë sepse si fillim masa është shumë e butë dhe mezi do ta manovrojmë.
Në gotën e tretë, mund ta përzieni me dorë dhe do të shikoni që masa do t'ju dalë vetë nga dora. Pra masa nuk do t'ju ngjismë nëpër duar dhe do t'jetë e manovrueshme. Pra ruan formën kur ne i japim formë si një top. Pra kam filluar ta ngjesh në tepsi dhe pastaj do ta pres njësoj si që pritet baklavaja. Majën e thikës e kam lyer me pak vaj që të krijohen vizat dhe kur ta shërbejmë, format t'i kemi gati. Nëse do të përdorni një enë balte si puna e kësaj që kam unë në video, do ta vendosni në katin e poshtëm të furrës. Do ta caktoni 10 gradë nën temperaturën që piqni zakonisht kekun dhe do ta lini për gjysmore. Sheqerparja nuk duhet që të bëhet shumë me ngjyrë, mjafton të marrë një ngjyrë në të kuqërrem të lehtë. Nëse i bëni me kulaçka, nuk ka nevojë që t'i bëni shumë darë njëra tjetrës sepse nuk është një brumë që do të vijë dhe nuk është se do t'ju ndrojë formë në tepsi. Për sheqerparen të dashur miq, tepsia nuk ka pse të lyhet me vaj sepse kulaçkat janë vetë goxha me vaj dhe nuk ngjitin në tepsi. Pasi i nxjerrim nga furra, i lëm për 3-4 minuta të pushojnë, t'ju ikë ajo nxehtësia e tepërt dhe i shtojmë sherbetin e ftohtë. Sherbeti është fiks, do ta pi për një 20 minuta. Kjo ishte pra të dashur miq dhe sheqerparja, jeni të lirë ta bëni si të dëshironi, ndaç me kulaçka ose ndaç të shtruar në tepsi. Është super e shkrifët, të shkrihet në gojë. Ju sugjeroj që ta provoni sepse jam e sigurt që do t'ju pëlqejë jashtëmase. Era e mirë e kuzhinës dhe harmonia me njëri tjetrin mos qoftë kurrë mangët në shtëpitë tuaja. Gjithë të mirat dhe mirë dëgjofshim.